nuk di të dorëzohet, por lufton për të arritur për ta pasur atë që ajo luftoi kundër babait. Saj edhe mund të rimarr Jozin, por për mendimin tim nuk ja vlen më. Le të shkoj tek Valbon Jozi. I janë mbushur memet dhe është bërë më shumë virale Loredana, me fjalë nuk e ka që duhet më Jozin. Besoj. Tëros, po e shuaj këtë lojë që ka ndodhur pra mes Valbonës dhe Jozit dhe mes banorëve dhe reagimeve të tyre, një konflikt le të them të hapur. Çfarë mund të ndodhë mbas kësaj që ka ndodhur prajmin e djeshëm? Konflikti i hapur kundrejt, nuk e kuptova? Pra, këtë lojë që po ndodh mes Jozit edhe Valbonës, për banorët e tjerë po e shuaj si një konflikt të hapur, po them në thonjza. Çfarë pritet të ndodhë mbas kësaj, mbas prajmit që ndodhi ditën e djeshme? Çfarë mund të ndodhë, loja vazhdon, dinamikat do t'i shikojmë, mund të ndodhin çdo gjë për ditën e tjetër. Nuk është ketë ndonjë gjë që të rishem ose këtu do thotë ajo, për një shprehje e bukur e popullit, por Loredana vazhdon me vetën, është futur Ola në mes. Ola është mes me fjalë. Jozi është bo nga Joz Shina, Joz francezi të arbëri. Është dhe Joz skena tash ka dledhi tjetër, Joz skena. Bravo i qoftë, po e ecën me fjalë. Çfarë do të shikojmë vëjim se çfarë do ndodhi. Gjërat ato po japin spektakël, bravo i qoftë. Unë komplementoj në këto momente, jam shumë dakord me gjithë skenat bukur që po japin. Se nga fillimi nuk ishin, po sa i morën dorën, u donte ajo dalja, pastaj rifutja, shikojnë se si janë njerëz, se si lexojnë opinionet, është një Big Brother ndryshe nga ata të mit, ke parasysh ku informacioni vjen me dron, ku vjen informacioni se publiku të don, s'të don, ke parasysh nuk është si ata që ishin hermetik dhe ti do luftoje ditë për ditë me fjalë dhe nuk e di se ku po shkoje, po thjesht thoje Zoti përpara dhe unë brava. Mirë, Tëros, ndërkaq ka patur edhe një natë surprizash, po them për Rizartën, ku pas rrëfimit emocionues pra nga ana e saj, banori është surprizuar nga babai i saj mbas asaj video që doli nga rrëfimi i Rizartës. Si e ke parë rrëfimin e saj dhe ai ishte e padrejtë, video e saj e nxjerr nga produksioni ashtu si tha edhe vetë ajo që nuk e priste që kjo video të transmetohej? Ma aty pak kërësit, sepse nuk e kam parë mbrëma të të Pra, Rizarta kishte bërë një rrëfim duke ditur nga ana e produksionit që kjo video nuk do dilte. Pra, ishte një rrëfim që ajo kishte menduar se e kishte bërë vetëm me psikologen dhe gjatë prajmit të mbrëmshëm është ndjerë le të them e zhgënjur mbasi ka dalë kjo video në transmetim. Mirë, në qoftë se ishte ndjerë e zhgënjur, flente lojën të ditë për jashtë, si se fare. E pesi e unë e kam thënë, unë tash e ka filluar dhe Ledionin ka thotë që rradha është e madhe për thyrat e brenda, po të duan, po të na duan, çu jemi. Po s'na duan, dera për jashtë, nuk ka problem fare. Next. Amerikanë thënë next, është rradha tjetër, është rradha shumë e gjatë për ty në Big Brother, edhe po nuk do të qëndrosh, s'do ta shoh. Ik, dhe largohu, nuk pëlqen të hash në tavolinë me ne, po, largohu. Si e ke parë, le të them, po e them lidhjen e saj pra Rizartës me Aldon kohët e fundit? Lidhja e saj me Aldon, po jep shumë pikë Aldos me fjalë sepse Aldo aksidentalisht arriti deri atje, që nuk duhet të arriste, duhet të kishte dalë me kohë, po jep shumë pikë, vajzë e re, nuk i kupton dinamikat e lojës, t'i japësh pikë Aldos në momentet e fundit që po vdiste, në momentet e fundit që po dilte nga loja. Prezarta e bëri këtë për këto edhe i tregojnë gjërat, edhe duan të jenë protagonist, edhe i pëlqen fama, po dhe në fund fare pastaj preken, jo po nuk doli bukur. Është tikën të presa, o të merë për keq, o po të merë për bukur. Të dish të drejtosh, ose të kesh kontrollin dhe të brendshëm, po dhe të kontrollin e jashtëm. Kontrolli i jashtëm është më i fuqishëm, sepse kur të dalësh, atë sfidë do ta lësh mas një muaj, 2 muaj, po